zgjedhja e votës, duhet të ndërtoj reparte trupa paramilitare që të mbrojnë votat qoftë nga policia e shtetit, qoftë nga INUK-u, qoftë nga INUVI, qoftë nga gjitha institucionet që janë në terren, që vjedhin vota për në favor të partisë në pushtet për të mbratur vendin e punës, për të nxjerrë X deputet e kështu me radhë. Kështu që kjo është panorama e Shqipërisë sot. Në Shqipëri nuk bën zgjedhje të lira, kemi turp të navi që bëjmë shqiponjë fake, ku në Kosovë zgjedhjet bëhen të lira, në Maqedoni zgjedhjet bëhen të lira, në Maltë zgjedhjet bëhen të lira, po sol Greqi se Greqi se arrin dot, por po flasim për rajonin këtu që është një rajon që mund të themi vulkan. Në kohën që ne flasim, në këto orar kur bën zgjedhjet në Kosovë, rezultati kishte dalë. Po kishte dalë. Tani ne merremi këtu tani që merremi me gjëra banale. Tani problemi qëndron që unë vazhdoj të këmbgul. Në Shqipëri ka nevojë për zgjedhje lira. Unë jam nga ata i them, në momentin që zgjedhjet kompromentohen, po qoftë edhe një njeri me një vot, ti do përsëritë zgjedhje që mos të vitet më vota, që ai mos ketë asnjë mundësi më që të vjedhi. Sepse këta thonë, o mërë se u votë, s'ka problem se nuk dyshoj rezultatin e zgjedhjeve. O mërë se ishin ata banditët atje, po ishin 200 metra largë, s'ishin 150, sa e ka norma e përsaktuar në ligj. Jo mërë jo, s'pun ka banditi mërë të zgjedhje, s'pun ka në pusi publik, drejtorët e kështu me radhë, të rinë dhe 500 metra largë që në zvotimit. S'pun kanë mërë. Ke pa në Kosovë, ti të ndodhin këto, nuk ndodhin, nuk e ekziston. Është turpo për ne. 113 vite shtet nuk kemi bërë një zgjedhje të lira mërë. Është skandal situata. Kjo është ajo që duhet të them. Unë e them këtë si avokator, si njeriu i lirë, sepse unë duhet votoj lirë, më vëlla. Unë duhet që votat në vendin tim mos të diktohet nga banditët. Qofshin këta banditë në pushtet apo jo me pushtet elektoral, patronazhist e kështu me radhë. Kjo është ajo për ta ardhur keq o ti. Avokat, pra task forca në gjykimin tuaj sikur edhe e paralajmëruat dështoi, e sfakut e kanë fjalën. Po dështoi sepse ju ishit vetë prezent, ku 6 herë u telefonua nga Belind Këlliçi për të shkuar atje dhe nuk shkon me policia e shtetit. Unë telefonua 4 herë Altin Dumani, nuk shkoi task forca. Ore, keni dëgjuar ju task forca të ketë arrestuar në njëri? Këtu e arrestuar Fredi Peleri, se i gjetën 400.000 lekë në xhep dhe thanë lekët që ke ti në xhep janë lekë që do blije vota. E kupton apo jo? Dhe arrestuar në lokal duke ngrënë darkën dhe ati u bë një gjyq publik. Ne këtu deklarohet ai tjetrit në Maqellar, atje janë kapur natën, ore çdo drejtori natën do shkojë në fshat. Çdo drejtori një institucioni natën për të shkuar në një fshat. Ku drejtori nuk shkon atje për zgjidhur hallet e qytetarëve, shkon një ditë para votimit. Apo një drejtues tjetër e kështu me radhë është përndar në qendra votimesh. Ore çfarë duan drejtorët më? Fundit është konflikt interesi, nuk duhet të shkojë fare te qendra votimit, se presupozohet që ai është në puzër publik është për të gjithë. Çfarë duan më në qendra votimit? Ky është problemi, ky është thelbi që ne duhet të kuptojë qytetarët po. Lëri më njerëzit vetë votojnë të lirë, më administrata publike të votojnë të lirë. Lëri atë mora njoftimin nga Vlora, pak më parë, më thanë që në Vlorë kanë braktisur të gjithë nuk kanë votuar më. Ka votuar 28% e qytetarëve nga Vlora, gjithë qarku Vlorës kanë 75.000 votues me gjithë diasporën, ndërkohë që janë të regjistruar për të votuar 330.000 votues, as 28% e vlonjatëve nuk kanë shkuar të votojnë. Edhe në rang kombëtar ka një rënje shumë të ndjeshme në rang kombëtar, shifra shumë të forta. Po ka sepse ca janë të pakënaqur dhe nuk vënë. Pjesa tjetër të intimidohen nga i banditi atje në qendra votimit që të kërcënon atje. Ky është ajo që duhet të marr parasysh. Kush punë e spakut këtu? Çfarë vlerë ka spaku nesër pas nesër që mundet të regjistrojë procedim penal, po të bëjë dhe arrestime dhe dënime. Kur ti rezultatin e zgjedhjeve ke diktuar në datën e ke diktuar deri në orën 7 që janë mbyll kutitë e votimit. Çfarë vlerë ka për ty për mua nesër që dënohet XY? Asnjë lloj vlere nuk ka. Ne ka vlerë. Vota ka vlerë që vota të shkojë lirë te kutia e votimit. Kjo është ajo që duhet të themi pra.